Si çdo 28 nëntor, Vlora kthehet në kryeqytetin e shqiptarisë, ku krerët të shtetit shqiptar dhe atij të Kosovës nderojnë aktin e shpalljes së pavarësisë së vendit nga plaku i urtë Ismail Qemali. Pas ngritjes së flamurit, presidenti i Republikës Bayram Begaj, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani dhe kryeministri Edi Rama vendosën kurora në varrin e kryeministrit të parë të vendit, Ismail Qemalit. Ceremonitë zyrtare ngritën siparin e një sër aktivitetesh festive në rrugët dhe sheshet e Vlorës. Të shumt janë edhe vizitorët nga Kosova dhe shqiptarët që kanë emigruar në vende të Bashkimit Evropian. Sot 28 nëntor, na kena ardhur sot nga Kosova, rajoni Drenicës, që 80 vjet i bona për herën e parë për shkeli sot tokën e Vlorës me kom fëmijat, këtu në këtë vend jam i kënaqur shumë që kum rrinën në Vlorë të vëllezërit e mi, në vend tamin, në shokët mit nga Kosova. Po mund të më thonë gjithçka. Gëzuar 28 nëntori, dita e flamurit, inshallah të bashkuar. Unë kam marrë nga Greqia, gëzuar festën, edhe këtu e patë gjithnjë. Kësaj dite nuk mund t'i mungonte me vargjet dhe ison e tij as mjeshtri polifonisë së Jugut, Malla Kastrioti, Guri Rokaj. Shqipëri mos shkëmbe gur, vritesh për flamur. Bota hiqe dhe ti në vur, kështu ke qenë që kur. Shqipëri moj shkëmbe gurë, Shqipëri moj shkëmbe gurë, pritesh për flamurë. Aktivitetet e parashikuara nga pushteti lokal në Vlorë në ditën e pavarësisë do të vijojnë deri në orët e mbrëmjes.